janë financuar dhe armatosur nga Izraeli gjatë këtyre 2 viteve. Dhe kemi një deklarat të ushtrisë izraelite në radion izraelite para 4 ditësh, 5 ditësh që thotë që të gjitha grupet e armatosura që i kanë shërbyer ushtrisë izraelite në Gaza, që janë palestinezë, nuk do të merren në mbrojtje nga ushtria izraelite dhe nuk do të jepet atyre as kalim i lirë në territorin izraelit dhe as diku tjetër. Pra i kanë lënë në mëshirë të fatit bashkëpunëtorët e fashizmit. Pra kur fashizmi iku, Izraeli Izraeli i abandonoi dhe kjo është një fitore politike për Hamasin dhe për gjithë luftarët e tjerë që luftojnë për gjithë organizatat. Pse? Sepse kjo tregon që të gjithë bashkëpunëtorët e Izraelit, Izraeli nuk ju ndihmon më dhe kjo do të uli numrin e bashkëpunëtorëve në radhë të izraelitëve, në radhë të palestinezëve bashkëpunëtorëve të Izraelit, sepse po e shohin atë që po ndodh. Dhe vetëm par dje Izraeli Hamasi ka ekzekutuar një 7 pjesëtar të këtyre grupeve publikisht. Pra, unë kam videon, po video shumë e rëndë, nuk mund ta japim. Hamasi, pra dritan ka ekzekutuar publikisht 7, pra vazhdon të mbetet Hamas në territor. Vazhdon ta marrë dhe mbrëm në darkë pas luftimet e fundit në një lagje të Gazës, në një lagje të qytetit Gazës, e cila kontrollohej nga ky grup. Dhe mbrëm në darkë ka arritur të eliminojë një pjesë grupit dhe pjesa tjetër janë dorëzuar duke dorëzuar edhe armët e të gjitha. Pra Hamasi ka bërë një thirrje që kush i dorëzon armët ka lënë një afat, një pjesë janë dorëzuar, një pjesë janë dorëzuar. Pra është duke ndodhur një luftim midis grupeve të rezistencës dhe këtyre grupeve që i shërbyen Izraelit. Pra grupet që kemi diskutuar kanë qenë disa grupe të armatosura. Brenda që financoheshin nga Izraeli, nga Katari, mbaheshin me armë nga Izraeli, jepeshin me mjete motorike nga Katari. Pra dritan do të vazhdoj dhe Hamasi të qeverisë Gazën sot në mëngjes radio ushtrisë izraelite ka njoftuar që Hamasi e ka marrë pothuajse 82% të territorit të Gazës që është lëshuar nga ushtria izraelite, e ka marrë nën kontroll sërish dhe e po ushtron gjithë fuqinë e vet administrative dhe policore dhe ushtarake në këtë territor. Ndërkohë do vazhdoj të jetë, le të themi se kjo është ajo që po diskutohet, që Hamas do ndryshojë emrin, do kthehet në forcat e sigurisë palestineze apo Shiko, unë nuk e di a do ta bëj Hamasi këtë gjë apo jo. Kjo është diçka nuk ka rëndësi emri, rëndësi ka që e rëndësishme është që Hamasi pra do gjejë një mënyrë ose një tjetër për mos i dorëzuar armët, për të mbajtur këtë efektivitet që ka dhe këtë organizim që ka ushtarak. Pastaj se çemri vë, kjo nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Ajo që do ndodhi është që për qeverisjen e më tutjeshme të Gazës, Hamasi ka propozuar një listë prej 40 vetash, palestinezë të ndryshëm, të cilët të qeverisin Gazën, të cilët nuk janë antarë të Hamasit, pra nuk kanë qenë antarë të Hamasit, po janë intelektualë të ndryshëm të kështu. Dhe një pjesë e tyre, disa emra i përkasin dhe janë listë edhe nga këta që janë liruar tashmë, që u liruan së fundit. Ndërkohë ç'po ndodh me Marwan Bargutin? Akoma nuk është liruar, pra janë në këto tratativa. Shiko, faza e parë është akoma në implementim. Pra, izraelitët kanë lëshuar dje, pothuajse 1700 të burgosur. Palestinezë dhe diku të rreth 150 të burgosur me dënim përjetshëm. Janë edhe 100 veta të tjerë. Bëhet fjalë në këtë 100 tjetër janë diku të rreth 30 veta në listë të cilët janë në diskutime sipër. Pra, izraelitët janë vazhdojnë këto diskutimet. Pra nuk e kemi implementimin total të fazës parë. Sepse janë 250 me burgimet përjetshme që janë dhe nga këta 250 me burgimet përjetshme, ajo është interesante se vetëm 60 prej tyre i përkasin Hamasit. Gjithë pjesa tjetër i përkasin autoritetit palestinez, Fatahut, pra organizatave të tjera dhe nuk i përkasin Hamasit. Pra, ashtu si edhe Marwan Barguti nuk i përket Hamasit, i përket Fatahut. I Fatahut, Po, problemi i këtyre është ka ndodhur se Izraeli ka vendosur një kusht që në rast se liron ta duhet të largojnë, pra mos lirohen në Gaza, po të lirohen diku tjetër. Dhe ka ndodhur një pjesë e tyre, një 12 prej tyre dje janë liruar janë çuar në Egjipt, pra jo në Gaza. E qartë. Janë çuar në Egjipt. Dhe kjo do të ndodhi, pra. Po për sa i përket pengjeve dritan, do të kemi një gjë parasysh. Të gjitha pengjet e gjalla janë liruar. Gjitha pengjet e gjalla janë liruar ditën e hënë nga Hamasi të 20 tjerët. Tashmë bëhet llaf për të vdekurit. Për të vdekurit ka një problem, sepse një pjesë të vdekurve Hamasi e di se ku i ka, po mund të jenë në rënoja. Disa 3-4 ose 5 për tyre të cilët janë në rënoja dhe është e pamundur për t'i nxjerrë. Dhe duke qenë se kjo është e pamundur për t'i nxjerrë, atëherë këtu kemi një përplasje, një fillim në një konflikti të ri ku Izraeli do thotë që Hamasi nuk po i qëndron marrëveshjes për të që do i dorëzojë gjithë dhe nuk po do i dorëzon. Hamasi do thotë që ne kemi kërkuar që Izraeli ka thënë do t'i lirojë të gjithë dhe nuk i ka liruar, pra Marwan Bargutin e të tjerë, dhe kjo do sjellë që të dyja palët në interes ju intereson të dyja palëve që të mos shkojnë në fazën e dytë.
Pra do të gjejnë një sebeb, unë po them vetëm njërin sebeb. Ata mund të gjejnë edhe 10 tjera. Po. Ky mund të jetë një nga sebebat që mund të gjejnë. Që një nga arsyet është arsye teknike e të dyja palëve pra. Që është tashmë në diskutim dhe kjo mund të jetë një nga arsyet që ata të dyja palë thonë ne nuk shkojmë në fazën e dytë sepse pa u implementuar totalisht faza e parë, sepse kështu përcaktohet edhe në marrëveshjen. Pa implementimin e fazës parë nuk kemi kalim fazën e dytë. Pra faza e dytë kalohet pas implementimit total fazës parë. Duke qenë se ti nuk më jep mua ata të vrarët. Ti s'm kthen mua të burgosurit, atëherë faza e parë nuk ka implementim dhe mbetemi këtu dhe nuk shkojmë më në fazë dytë dhe mund të mbetemi në këtë anë pushim. Kjo nuk do të thotë që të fillojmë me luftime. Pra pushimi mund të shkojë, mund të vazhdoj, por nuk kemi më fazë të dytë. Dhe gjithë kjo maskaradë që shihni këtu ka qenë thjesht një show politik, sepse Izraeli bie për të rekuperuar Izraelin dhe për të legjitimuar genocidin. Asgjë tjetër. Pra, nuk u flot fare deri më sot për genocidin, për asnjë dhe nuk mban kush përgjegjësi për atë që ndodhi. Ndërkohë, dritan të munguarit e mëdhej, pavarësisht se patëm edhe një deklaratë të Lavrovit, një konferencë përshtyp për sa i përket këtij plani, të munguarit e mëdhej aty janë Kina, Irani, Rusia, pak a shumë ai bloku që ka filluar të ravizohet si një blok, le të themi, i ri në shahun e madh gjeopolitik. Unë nuk them që janë të munguar, sepse ata s'kanë marrë pjesë asnjëherë. Do themi të munguar në rast sa do të kishin marrë pjesë. Ashtu siç e thash edhe pak më parë, në të 12 rastet ku ka pasur marrëveshje armpushimi, të 12 rastet janë ofruar dhe menaxhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra kjo treguar që Shtetet Bashkuara të Amerikës prej 67 se këtej e kanë parë dhe kanë vulosur këtë territor si pjesë e hegemonisë tyre, pra si pjesë e interesit amerikan. Dhe duke qenë se është pjesë e interesit amerikan, nuk mund të fusin këtu as Kinën dhe as Rusinë. Në asnjë moment nuk do ta bënin palë të kësaj. Sepse në rast se e bënin palë, domethënë që ti po hiq dorën nga tërë, pofton edhe të tjerë. Dakor. Ju bën një ftesë Iranit, por edhe ajo për ta futur në kurth që në rast se Irani do merrte pjesë këtu, në rast se Irani do të merrte pjesë, atëherë ti jeni të bindur që Netanyahu do të merrte pjesë. Dhe kjo do të thoshte se në rast se Irani merrte pjesë, domethënë që Irani mund të ishte pjesë dhe ne thoshin që do të jetë pjesë e akordeve abrahamike, sepse në rast se ti merr pjesë në këtë marrëveshje, atëherë ti automatikisht njeh shtetin e Izraelit, ndërkohë që Irani publikisht nuk e njeh shtetin e Izraelit. Pra nuk mund marrë pjesë në një marrëveshje, për të mos një marrëveshje për legitimitetin e shtetit të Izraelit kur ti nuk e njeh shtetin e Izraelit. Dhe Irani refuzoi pjesëmarrjen në këtë pranë në këtë kurth. Në fakt do ta kem aty Izrael hajomin në regjia. Është kurth në favor të Izraelit dhe në favor të Iranit. Nuk ka të bëjë me paqen. Është thjesht kurth në favor të Izraelit. Nëse kjo do të ndodhte. Ishte shqetësuar në fakt regjia do ta kem atë fotografinë e gazetës Izrael Hajon ku le të themi kjo kërkesa që Trump i bënte Iranit për të marrë pjesë lexohej si një divergjencë e madhe midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për sa i përket qasjes që duhet të kenë. Jo, nuk është divergjencë. Mediat izraelite janë mjeshtre atëre. Trump si Iran po kanë ngritur një alarm në Izrael. Izraeli është mjeshtër në mashtrim. Po. Dhe motoja për shembull e Mossadit është by way of deception. Pra në rrugën e mashtrimit. Motoja kryesore e shkruar në derën e zyrës së Mossadit, kur shkon në agjencinë e Mossadit, shkruan by way of deception. By way of deception, po, me mënyrën e mashtrimit. Me mënyrën e mashtrimit. Dhe kjo është mënyra e mashtrimit për të krijuar idenë e të gjithëve se shikon ne po i bënim nder Iranit, pra Irani po i do sonte, ndërkohë që ky nuk Tirani s'ka asnjë nder, sepse nuk e njeh Izraelin dhe nuk ka asnjë marrëdhënie me Izraelin. E para, e dyta ka deklaruar që nuk kemi asnjë marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, pas pranojmë as të riulemi sërish në tavolinë me amerikanët, edhe pse janë afruar, dhe e gjitha do të shkonte në shërbim vetëm të Izraelit, në asnjë vend tjetër. Prandaj nuk e hënën kurthin dhe gjitha kjo është një mashtrim për të treguar idenë. Trump ka deklaruar që Irani e ka të vështirë dhe nuk do ta fillojë programin nuklear. Këtë të tha edhe para Knesetit. Trumpi nuk ka ide fare se çfarë do ndodhi. Trumpi nuk ka asnjë njohuri as për atë çfarë ka ndodhur në Iran kur ka bombarduar. Nuk ka asnjë njohuri të asaj. Prandaj po ngulin këmbë të madhe që të riçojnë sërish inspektorët e Kombeve të Bashkuara, të cilët deri dje bashkëpunonin me Izraelin, që të shkojnë të rishofin se çfarë ka ndodhur. Pra ku janë, cilë gjendje është. Pra kjo tregon që nuk kanë asnjë lloj dienie me atë se çfarë ndodh, çfarë ka ndodhur dhe çfarë ndodh sot në Iran. Plus janë të tmerruar për shkak se Irani ka vazhduar dhe ka nënshkruar marrëveshje të bashkëpunimit bërthamor me Rusinë dhe këta nuk kanë asnjë njoftim nga Rusia, pra nuk ka asnjë dieni se ç'ndodh atje. Kjo nuk, domethënë për sa i përket Rusisë. As Rusisë as Iranit. Nuk ka asnjë informacion. Nuk kanë asnjë qasje më.
Si do të jetë roli i Iranit dritan, ndërkohë që Turqia, Siria, Arabia Saudite, Katari, gjitha vendet e gjirit, Egjipti, pak a shumë gjitha vendet muslimane sunite janë, le të themi, kanë rënë dakord për të patur një paqe afatgjat me Izraelin. Shiko, nuk është... Cili do jetë fati i Iranit? Do të themi gjë. Fati i Iranit është ai që ka qenë për 2500 vjet shtet. Pra siç ka ekzistuar, që 2500 vjet do vazhdoj të ekzistojë. Ky është fati i Iranit. Nuk mund ta rrezikojnë në qëndësinë e shtetit iranian as Trumpi, as Netanyahu, as Erdoani, as këta tjerë, të cilët juve po thoni që kanë rënë akorde. Këta nuk kanë rënë akorde, këta kanë marrë urdhra. Pra, këta janë në urdhrat e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe unë po ju them një fakt. Dakor, po është fakt që vetëm si vjet, nga marsi i këtij viti, ka pasur një stërvitje të përbashkët të forcave ushtarake të Katarit, të Egjiptit, të Arabisë Saudite, të Izraelit. Ishte si lajm ky. E pashtë dhe kjo stërvitje e përbashkët e tyre ka zgjatur 3 muaj dhe është bërë me qëllimin e Gaza po ndodh ajo që po ndodh. Bërë me qëllimin e integrimit të mbrojtjes ajrore dhe të cyber security. Pra këto vende. Çfarë ishte ky bashkëpunim? Bashkëpunim me ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, me diktatën e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe gjithë ky bashkëpunim ka ndodhur në bazën e Al Udaidas. Po. Në Katar. Pra, oficerët izraelit kanë marrë pjesë për 2 muaj në një trajnim të përbashkët të gjitha këtyre vendeve. Po, ai ishte lajm shumë interesant, por që tregon një bashkëpunim me Izraelin. Këtë po të them, çfarë do të ndodhë tani me Iranin? Asgjë nuk do ndodhi. Tregon një bashkëpunim me Izraelin, sepse i ka detyruar Amerika, por kjo nuk do të thotë se Irani kërcënohet prej tyre. Asnjë nga këto vende nuk ka kapacitetet të kërcënojë Iranin. Asnjë nga këto vende. Është qartë. Kështu që pra pa ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk do të prodhojë asgjë. Thjesht po prodhon vasalitetin e tyre ndaj Izraelit dhe mashtrimin e tyre publik të madh që kanë bërë qytetarëve tyre që gjoja kanë qenë me palestinezët, në fakt vazhdonin edhe trajnime ushtarake me Izraelin. Dhe për këtë arsye nxituan të gjithë të formosin në Sharm el Sheikh, sepse ndërprerja e këtyre luftimeve i shpëtonte këta nga humbja e qeverisë, nga rënja, sepse njerëzit po fillonin të merrnin pra, në rast se do vazhdonte lufta. Dolin këto lajme, njerëzit do vazhdojnë të reagojnë dhe reagimi së bashku me rezistencën do të sillte një rezistencë të lindur tjetër në këto vende të cilat janë në kufi në këtë me Palestinën. Nuk shef një ridimensionim të pozicionit Turqisë geopolitikisht dritan. Jo, nuk ka ridimensionim. Që nuk ka dhe nuk mund të ketë për arsyeën e vetme sepse siç thash, këtu problemi është te vendet sunite dhe Turqia kërkon të marrë flamurin e vendeve sunite, flamur cilin për momentin e ka Arabia Saudite dhe nuk ka për ta lëshuar në asnjë moment. Po. Sepse në rast se e marrim të atëre turqit po duan të marrin 2 gjëra, të ndryshojnë 2 gjëra në këtë aspekt. Dhe pse turqit po mundohen të hyjnë në Palestinë? Po mundohen të hyjnë në Palestinë nëpërmjet Gazës dhe pastaj të përfundojnë edhe në bregun perëndimor. Dhe në bregun perëndimor turqit të ofrojnë si mbrojtësit e xhamisë Al-Aqsa. Po. Ndërkohë që mbrojtjen e xhamisë Al-Aqsa e ka mbreti i Jordanisë, pra e ka Jordania. E qartë. Nuk e ka, pra sauditët kanë Mekën, kurse Jordania ka Al-Aqsën. Dhe turqit po mundohen të rifuten, sepse e kanë pasur këta Al-Aqsan, kur ishte perandoria turke. Prandaj e thash që kur të rivi ushtari i parë turk, turqit do dalin më të madh dhe thonë që u rikthyem sërish në Gaza dhe në Palestinë. Dhe ky rikthim i tyre do të kërkojnë nesër, po sërish me marrëveshje me Izraelin që të rifuten edhe në bregun perëndimor. Dhe atje pastaj të rifuten në Jeruzalem dhe të marrin në mbrojtje vendet e shejta dhe sërish të marrin këtë dhe të marrin duke marrë në mbrojtje Al-Aqsan, atëherë këta të marrin primatin në vendet sunite, në vendet muslimane sunite, pra të bëhen udhëheqësit e sunizmit. U rikthyen dhe rimorën Al-Aqsan. Pikërisht, kërkojnë të rimarrin të dhe duke marrë udhëheqësin e sunizmit, pra të zëvendësojnë Arabinë Saudite. Pra kemi një luftë midis Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilin realisht Turqia nuk e fiton dot. Sepse Turqia nuk i ofron dot Izraelit atë çfarë i ofron Arabia Saudite. Sepse Turqia e njeh Izraelin, ka marrëdhënie diplomatike, ka ndërprerë për momentin, po ka marrëdhënie e njeh si shtet. Kurse firmosja nga Arabia Saudite dhe dalja nga Arabia Saudite duke deklaruar që ne e njohim Izraelin, pra në shkruaj marrëveshjet ibrahimike, kjo jep më shumë garanci Izraelit dhe më shumë përfitime se sa mund të japë çdo lloj veprim tjetër i Turqisë. Prandaj është e pamundur që Turqia të ndryshojë në këtë të hyjë në këtë gjeopolitik dhe të marrë rolin kryesor në kësaj gjeopolitike. Do të mbetet një aktor figurant, por nuk asgjë më tepër në këtë. Dritan, kalojmë pak tek Ukraina dhe
Witkoff ka thënë që pas Gazës, domethënë lufta në Gaza është lidhur me luftën në Ukrainë dhe pas Gazës ka shumë mundësi që të kemi edhe, le të themi, një armë pushim apo një paqe të qëndrueshme në Ukrainë. Këtu perifrazoi presidentin amerikan. Ndërkohë dim që tensionet sa vinë e rriten për shkak se presidenti Trump po flet për t'i dhënë raketat Tomahawk Ukrainës, çka edhe vetë Trump, domthonë e citoj, e konsideron një hap shumë të rrezikshëm për sa i përket sulmit, sepse është një armë ofensive, thotë, jo defensive. Shiko, kemi dy gjëra. E para këtë deklarata e Witkoffit. Deklarata e Witkoffit ka një pikë me cilën unë bashkoj me deklaratën e Witkoffit, ku thotë që Gaza dhe Ukraina janë njëjtë. Pika ku ato qëndrojnë njëjtë është se Gaza ka qenë nën, pra Palestina dhe Gaza ka qenë nën presionin e qeverisë izraelite, pra një presion i vazhdueshëm politik, ushtarak dhe ekonomik ndaj palestinezëve për t'i shpërngulur ata nga trojet e tyre etnike dhe për të bërë pastrim etnik. Të njëjtën gjë bënte edhe qeveria e Ukrainës ndaj atyre republikave separatiste në Ukrainë, Donbasi, Luganskut. Pra të njëjtën gjë kishte nisur për 2014-s, presion politik, ushtarak, ekonomik, përzërnje për vendeve, heqje drejtës gjuhës, heqje drejtës fesë, pra gjithçka. Pra në këtë aspekt ngjasojnë, por a janë të lidhura? Kurse të lidhura nuk janë. E shkak pasojës, nëse pushon njëra? Jo, të lidhura nuk janë, sepse siç thash, do të ishin të lidhura në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta ftonin Rusinë në këtë marrëveshje. Në Egjipt, po thua? Në Egjipt, jo vetëm në Egjipt, po prej fillimit, pra. Do ta paraqisnin bashkë marrëveshjen, atëherë po. Atëherë mund ta fusin në kurth Rusinë, që edhe Rusia detyroi pastaj të bënte një marrëveshje të vërtetë. Kjo nuk ndodhi. Dhe kjo ka shkëputur, pra nuk ka krijuar lidhje ndërmjet tyre të dyjave. Ndërkohë Lavrov nuk ka përmendur drejtan këtë mungesën e idesë së shtetit palestinez te këto 20 pika. Po pikërisht, sepse ajo është problemi, pra prandaj edhe thash që këtu është e gjitha një maskaradë. Prandaj quajta maskaradë, sepse është e gjitha në shërbim të Izraelit dhe nuk ka asgjë për Palestinën. Po parajmëron ndonjë qendrim të Rusisë? Jo, nuk ka për pasur qendrim të Rusisë, nuk ka. Ky është qendrimi i Rusisë, cilën e ka shprehur dhe po e shpreh publikisht, nuk besoj që ka qendrim tjetër. Për sa kohë çështjet nuk shkojnë në Këshill të Sigurimit, nuk besoj që Rusia do të mbajë një qendrim, pra më ndryshe nga sa ka mbajtur deri më sot. Nuk besoj. Por kjo drejtan, mbyllja e Gazës fokusin e çon në Ukrainë. Këtu duhet jemi dakord. Jo, shiko, problemi është i tillë. Dakord që fokusi mediatik mund të mbetet në Ukrainë, po Ukraina nuk ka çofron më. Pra Ukraina ka mbaruar. Në Ukrainë nuk ka çofron më. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës përveç asaj që thatë juve që Tomahawk edhe ajo është teatër, jo realitet ushtarak. Pra është një teatër i cili bëhet për PR, pra për të rrequr vëmendjen, për çështje të donacioneve, për çështje për të mbajtur ngritur për arsye politike të ndryshme, sepse Trumpi ka problemin e tij dhe në 26-ën janë zgjedhjet e mesme në Amerikë, pra është middle term, që janë zgjedhjet e mesme dhe parashikohet që këto Tomahawk të jepen në 2026-ën. Dhe në momentin që do japi para këtyre zgjedhjeve, dhe pse do japi para zgjedhjeve? Sepse kërkon që të marrë votat e atyre neoliberalëve, votat atyre që janë pro luftës, pra që i përkasin edhe Partisë Demokratike, edhe atyre pro luftës brenda Partisë Republikane, dhe të mbulojë gjithçka që ka bërë deri më sot, që ka dështuar deri më sot, siç thoshte që unë do ta ndaloj luftën për një ditë, për një javë, për një muaj, për 9 muaj, pra të gjitha këto. Me dhënien e tyre ai siguron votat për midtermin. Pra është një teatër për përdorim politik. Nuk është asgjë tjetër. Zelenski do të shkojë shpejt edhe në... Po, do të shkojë në takim dhe do të miratojnë atë që do të shohim, do t'ia japin. Dhe mund t'i japin në Shtetet Bashkuara të Amerikës 50 Tomahawk, po duhet kemi një gjë parasysh, sepse flasim, e kemi thënë që Tomahawkët nuk mund të përdoren, pra ka Tomahawkët që ekzistojnë sot për sot. Po, ja, do dalin, do t'i diskutojmë dhe bashkë. Regjia duhet kemi ca foto aty për Tomahawk që po fillimisht për ta kuptuar, pastaj dalim se çfarë janë këto Tomahawkët që le të themi e përshkallëzojnë kaq shumë situatën. Nuk kemi përshkallëzim situatës, kemi përshkallëzim politik, po jo përshkallëzim ushtarak. Nëse jep, në terren... Edhe nëse jep, nuk bëjnë do të asnjë ndryshim në terren, ato që do jepen, për të bërë një ndryshim në terren. Po janë 1500 kilometra dritan, apo jo? Po, le të jetë 1500 kilometra. Jo, kjo është një tjetër regjia. Është një tjetër që tregon distancën. Ja, shikoj, jemi këtu. Ja, kjo është Tomahawk është
BGM ose BG 109, dhe fillojmë nga Ukraina, pra ka Tomahawk që shkon 500 km, këtu nuk është, ka Tomahawk që shkon 1600 km, 1800 km dhe 2500 km. Ka dhe 2500 km. Tomahawk. Po. Aktualisht. Atëherë, a mundesh një hartë më për të qëndore pak më para. Është ajo harta më përpara regjia, se është. Okej, kjo harta tashmë. Gjitha këto pikat e zeza që shihni juve këtu. Po. Janë vendqëndrime ushtarake, pra baza ushtarake ruse, baza kryesore ushtarake ruse. Dhe në total janë në këtë distancë për 2500 km janë 1945 baza ushtarake në gjithë të territorin e Rusisë. 1945 baza ushtarake. Dakor? Kurse në territorin që ka 1600 km janë 1655 baza. Pra në këtë territorin këtu janë 1655 baza ushtarake ruse. E qartë. Tashmë. Shtetet Bashkuara të Amerikës në total kanë 4165 Tomahawk. 4165 Tomahawk, po. Kanë në total Shtetet Bashkuara të Amerikës. Këto 4165 Tomahawk, kryesisht 80% e tyre janë me rrezen deri 1600 km, 1800 km. Po. Dhe tashmë, problemi këtyre është që këto që kanë, ky 80% i këtyre Tomahawkëve, përdoret se Tomahawk është raketë që është me lëshim vertikal. Pra do kemi parasysh, lëshimi i saj është vertikal. Domthon bie lëshimi është vertikal. Është kështu, nuk është lëshimi, duhet patjetër të lëshohen në mënyrë vertikale. Dhe ato lëshohen nga nëndecet, lëshohen nga luftanijet dhe nga disa anije tjera luftarake. Vetëm në det. Kjo ka qenë, lëshohen nga deti dhe për të lëshuar këto, duhet të jesh pjesë integrale e sistemit të komandim kontrollit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është një sistem tepër sekret që funksionon brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës, varet nga komanda dhe duke qenë se janë raketa me rrezet gjatë veprim, pra 2500 km quhen hyn në raketat strategjike. Dhe duke qenë se hyn në raketat strategjike, këto i përkasin komandës strategjike të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe raketa ka disa faza. Pra për çdo fazë, që nga momenti i projektimit të misionit, që nga momenti i futjes së të dhënave të misionit, që nga momenti i futjeve të dhënave të geolokacionit të